Dhjetra banor të fshatit Varibop, pjesë e njësisë administrative Cakra në Fier, janë ngritur këtë të premte në protest. Shkaki i ndinjatës së tyre është amortizimi i theksuar i rrugës Lice prej rreth 2 kilometrash, e cila është pothuajse pa kalueshme në të gjithë gjatësinë e saj. Sipas banorëve, ky segment rrugor është lënë në arrest prej dekadash, ndërsa situata është përkeqësuar ndjeshëm pas punimeve të kryera nga ujësjellsi rreth 2 vite më parë, pa u rikthyer më pas në gjendjen e mëparshme. Rruga është shumë keq. Është balt, është me ujë, me kanale, shumë e keqe, e prishur. 2025 atë kërkosh rrugë, është turp një herë. 2 kilometra rrugë të prostitut. 100 familje, nuk i kim dot, me fjalë të dalin dot as me makinë. Nisim unë një tujtën tu, nuk vjen dot as ambulanca. Jo me më tej që ti kështë të vesh, të vi miku në shtëpi, pret miku nuk vjen dot. Jo, një jetë kemi në shqyqyrë, të kishë ndenju e në veri qa ko mal do ish, se e ka shtru me gurqë. Pa ti shtru me këta të këtyre, do kishim shkur ati poshne. Unë i paguaj parat shtetit. Banorët theksojnë se dëmtimi i rrugës u ka vështirësuar së tepërmi jetesën e përditshme rreth 100 familjeve që jetojnë në këtë zonë. Fëmijët sipas tyre mezi dërgohen në shkollë, ndërsa shërbimet e emergjencës si ambulanca apo zjarrfiksja kanë pothuajse të pamundur të qarkullojnë për shkak të gropave dhe baltës. Të zhgënjur nga premtimet e përsëritura ndër vite, banorët pohojnë se shpesh herë kanë ndërhyr vetë, duke kryer riparime të pjesshme me mjetet e tyre. Kemi 30 vjet, vjen sa për fushat ja. Edhe në rrugë zhavore kemi mbajtur vetë, edhe ujësjellsi si e ka bërë gropa, s'kalon dot, janë 20 fëmijë që vjen në shkollë. Nuk vjen dot shkollë thosë Natallin se jemi me bal. Është turpe 2026. Ç'a bën kjo bashki e Firit? Është njëna bashkitë më të mëdha në vend. Për të vjedhur e kanë mendje. Jemi ankuar ku nuk kemi vajtur. Vetëm me fjalë të mira, si në qendrën administrative, si në bashki. Erdhën në maj thanë hodh buxheti viti 2025, e ka hedhur edhe vetë zotëri Armandua në faqen e tij, prap nuk e ka shtruar. 2026, ku është buxheti 2025? Unë e ka shtruar me lekët e mia. Si ka mundësi që vjen ai na e ujësjellsit, vjen ujësjellsi e prish. Përballë kësaj situate, protestuesit kërkojnë një ndërhyrje të menjëhershme për sistemimin e këtij segmenti rrugor, gjendja e të cilit sipas tyre po nxit shpërnguljen e banorëve. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë Bashkisë Fier, sistemimi i këtij segmenti rrugor është parashikuar në projektet buxhetin e vitit 2026, ndërsa rikonstruksioni të plot do të nënshtrohen të gjitha rrugët problematike të njësisë administrative Cakra.